3 persona janë arrestuar nga policia e Korçës pasi 4 ditë më parë dyshohet se kanë marrë peng për disa orë një 32 vjeçar. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Braçaj të Devollit ku 32 vjeçari ka banesën. Ai ndodhen në masën e sigurimit arrest në shtëpi dhe dyshohet se është marrë me forcë nga 3 të dyshuarit. Ka qenë pikërisht ky i fundi që ka kallëzuar rastin në policie, që më pas ka zbuluar se 3 të arrestuarit e kanë kërcënuar me jetë dhe e kanë dhunuar të riun. Në prangët e policisë përfunduan Altin Albati, Marcel Bruçi dhe Trajan Çeliku. Pas të ngjarjes është kërkuar nga detyra, drejtori i drejtorisë vendore të policisë Korçë Jon Ameti, gjithashtu u pezëllua nga detyra zëvendës drejtori për hetimin e krimeve në policinë e Korçës Hajri Kushe, deri në përfundim të hetimit disiplinor. Po ashtu hetim disiplinor ka nisur edhe për drejtuesit e komisariatit të policisë Devoll. Vendimi erdhi pasi rezultoi se zinxhiri i drejtuesit policisë së Korçës nuk ka përmbushur detyrimet ligjore dhe nuk ka menaxhuar siç duhet situatën, duke sjellë pasojë në imazhin e policisë në komunitet. Në krye të drejtorisë vendore të policisë së Korçës është komanduar përkohësisht Islor Islami, i cili deri në 1 nëntor mbante detyrën e drejtorit të drejtorisë vendore për kufirin dhe migracionin në Kukës.